Okej, dhe po kaloj tek shenja e gëforës. Gëforës tash. Lexova gëforët. Kemë arritur tek akrepi. Akrepi nga kjo hën e plot, ndikim më të madh ka tek ana ekonomike, dhe spastrimin e të gjitha ideologjive të gabuara që kanë të bëjnë me vlerat e tyre, sidomos në lidhje me vlerat materiale, ku mund të ketë qenë fokusuar tek gjërat të cilat nuk kanë peshë, ose mund të ketë pasur kushtëzimet e tij në këtë kuptim që nëse unë nuk bëj këtë si gjë, atëherë nuk meritoj të fitoj para e të tjerë. Domethënë janë e gjithë subkonscienca ka dalë në konsciencë tash më para 2 muajsh, dhe pikërisht në këto momente këto po spastrohen dhe po përzjedhim që të mbajmë, ose duhet të përzjedhim që të mbajmë jetën tonë, vetëm gjërat të cilat na shërbejnë dhe janë efektive. Për shenjën e akrepit është pikërisht kjo, po përzjedh në jetën e tij, ose duhet të përzjedh në jetën e tij vetëm gjërat të cilat kanë vërtet rëndësi dhe që ndihmojnë atë për të rritur. Dhe këto kanë të bëjnë pikërisht me vlerat materiale më tepër dhe vlerën që ai lejon që të mbajë këtë njëtën e tij. Pra si trajtohet nga partneri, si trajtohet nga familjarët e tij e të tjerë. Duke qenë se kemi faktikisht shumë aktive dhe shenjat fikse gjatë kësaj hëne të plot. Kjo do të thotë për shenjën e akrepit që do të jetë shumë aktive edhe marrëdhëniet në çift, do të jenë shumë aktive edhe puna që ata bëjnë, profesioni, pra mund të kemi një rritje të madhe në qoftë se punojmë në bazë të kësaj. Nga ana tjetër, në qoftë se përzgjedhim që të mbajmë tabut, të cilët na kanë mbajtur mbrapa deri tani në jetën tonë, automatikisht do të qëndrojmë në vend dhe ndikimi i përgjithshëm i kësaj hëne të plot është që personat që nuk pranojnë ndryshimin, automatikisht do të kenë shumë humbje. Kjo është e vlefshme më tepër se për të gjitha shenjat për shenjën e akrepit. Nga ana tjetër, në qoftë se pranon ndryshimin, do të kemi një rritje shumë të madhe në anën ekonomike dhe mbi të gjitha do të kemi fillimin e një faze ku mund të kemi lidhje të reja, të kemi martesa, krijimin e familjes e të tjerë. Pra, shenja e akrepit është një nga shenjat ku dualiteti do të funksionojë shumë herë më tepër, do ta vëmë re pothuajse më një herë se të gjitha shenjat e tjera. Pra nëse bën zgjedhjen e dur, do të duket më njëherë se do të kemi një përmirësim të dukshëm pothuajse brenda javës, ndërkohë që për ata që të bëjnë zgjedhjen e gabuar, do të fillojë që të humbasin shumë edhe nga ana materiale brenda javës. Prandaj zgjidhni mirë.